MC-un. Mirëmëngjes edhe për ty Gonxha, si dhe për gjithë shikuesit e orës 7. Mbrëm pra si që edhe po raportohet në emisionin e mëngjesit, janë dëgjuar dhe janë ndjerë lëvizje të mëdha të tërmetit, ku ka shkaktuar goxha shumë panik, po për fat të mirë nuk ka pas dëme në njerëz. Dëme materiale kemi pa të shumta që janë raportuar në rrjetet sociale nga qytetarë të shumt, por panik të madhe ka pasur nga qytetarët të cilët kanë vëshuar rrugët, kanë dalë nga banesa tyre derisa janë ndjerë pak sa më të sigurt për të rikthyer në banesat e tyre. Unë pranë vetës, siç e prezantova edhe ti, e kam sismologun Shemsi Mustafa. Mirëmëngjes dhe faleminderit për punë. Mirëmëngjes. Qofshit. Ai dëgjuat dridhjet e tërmetit mbrëm? Jo që dëgjuam, por ne jemi, do të thonë, rrjeti sismologjik i Kosovës në kuadër të Shërbimit Gjeologjik të Kosovës, që është në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë, bën monitorimin e ngjarjeve sismike. Faktikisht kemi dalë shumë shpejt me një raport për shkak që dihet mirë që kur ka dridhje me njerë krijohet një panik dhe një shqetësim të qytetarët, dhe jemi munduar sa më shpejt të dalim me një raport se ku ka ndodhur dhe çfarë mallësie ka qenë tërmeti. Në bazë të asaj që kemi pa në lokacione të ndryshme, është lëvizur nga 4.5 deri në 4.9 shkallë, apo jo? Tërmeti ka qenë me mallësi 4.8 shkallë të Riterit, me intensitet 6 ball, kurse thellësia ishte 5 km. Dhe kjo tregon që është një zonë sismike. Faktikisht zona Prizrenit është zonë sismike, ka gjeneruar tërmete, gjeneron tërmete, dhe edhe në të ardhmen mund të gjeneron tërmete, dhe bazuar edhe në ligjshmërinë e sismicitetit që tërmetet pas një periudhe përsëritse mund të përsëriten. Kjo tregon që është zonë sismike dhe duhet të pas parasysh dhe duhet me qenë të gjithë të informuar mirë, si qytetarë, si projektuesit, të gjithë qytetarët e Kosovës, që territori i Kosovës është zonë sismike. Mirë, po sa mundet me qenë i rrezikshëm një tërmet prej 4.8 shkallë? Ne kemi edhe me ligj që çdo tërmet që godet mbi 3.5 shkallë duhet me njerë të dalim me raport dhe me informata, sepse edhe një tërmet me 3.5 shkallë mund të dëmton disa objekte, si që janë ogjaqet që faktikisht edhe nga kushtet atmosferike janë dobësu dhe mund bjen një pjesë e një ogjaqe dhe faktikisht mund të shkakton ose të godet dikant që krijon edhe viktima. Kjo është arsyeja që e kemi edhe me ligj dhe me rregullore që mbi 3.5 duhet të dalim me njëherë me raport për ngjarjen sismike. Nëse tërmeti ka qenë goxha i ndjeshëm, kemi pa qytetarë që kanë dalë në rrugë dhe është një farë lloj frike, si mbrëm ka qenë, po edhe në vazhdim se a mund të ketë përsëritje ose valë të tjera që vijnë pas tij. Ju mundu me jep maksimumin, sepse di shqetësimin e qytetarëve dhe faktikisht tërmeti është dallon për katastrofave natyrore tjera, sepse nuk jep mundësi, nuk jep kohë se kur katastrofa tjera që të largohesh. Kuptoj shqetësimin dhe ju mundu maksimum me jep në rrjetet sociale me disa shkrime, me disa raporte, dhe ajo që ka qenë kërkesa e ime që mos bin pre informatave të rrajshme apo informatave të rrugëve të kafe, po dihet mirë që është adresa ku duhet mu drejtu, është një adresë e vetëm, është rrjeti sismologjik i Kosovës që është në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë, dhe ato të drejtohen qytetarët të morin informatat e sakta dhe si të veprohet. Ju mundu, faktikisht më dalë edhe me një broshurë se si të veprohet para, gjatë dhe pas tërmetit, po edhe me të gjitha ato që e kemi mundësi dhe kapacitetit, jemi mundu me dalë në për rrjetet sociale që të kanë qasë qytetarët, sepse ishte një panik dhe një shqetësim shumë i madh deri vorët e vona, duke më thirrë, duke kërkuar se atë kthemin brenda të hyjmë për banesa apo jo. Po besoj që shumica e qytetarëve janë pak a shumë të përgatitur se çish me vepru në momentet e tërmetit, po për ata që nuk e dinë, si duhet me vepru në momentin që dëgjon ato dridhje. Po rasti që kur ose tërmetit që janë me atë massie, më të madhe se kjo massia që goditi faktikisht të gjithë qytetarët që banojnë për zona urbane, sidomos në banim kolektiv, faktikisht në ato momente duhet të jenë shumë të kujdesshëm, mos të shqetësohen shumë dhe të pritet derisa të ndalet tërmeti, sepse nuk zgjat shumë, 4-5 sekonda. Më shumë dëmtohen qytetarët duke ikur, sesa duke e ruajtur qetësinë brenda dhe duke u kujdes për familjen apo edhe për komshit për rreth. Dhe momenti që ndalet
përshon tërmeti duhet mënyrë të organizuar si familje, si mënyrë kolektive të dilet jashtë, sepse hapësirat e jashtme janë siguria më e madhe ndaj forcave seizmike. Dhe të pritet nga zyrtarët që janë kompetent, zyrtarët komunal, siç ndodhi pra me zyrtarët apo drejtorin e drejtorisë për mbrojtje të shpejtë, nuk e di sakt pozitën e tij, po më njëherë është lajmëruar dhe ai ka qenë non-stop në kontakt me qytetarët e kryeqendrës. E dim që është shumë i paparashikueshëm, po a mund të ndjejë ndoshta ndonjë sinjal sado i vogël që me ditë nëse ka hapësirë për valë të reja ose për përsëritje të një tërmeti të tillë që ka qenë goxha me përmasa të thella? Atu ku kemi pulsime të vogla, ato dhe pritën tërmete të fuqishme. Dhe ne bëjmë monitorimin e ngjarjeve seizmike, pulsime të vogla apo ngjarje seizmike me intensitet të ulët kemi një javë, 2, 3 muaj nga aktiviteti seizmik dhe ajo tregon vetë pulsimet që janë me intensitet të ulët apo ngjarje seizmike me intensitet të ulët në për ato zona tregon që është zonë seizmike dhe pritet tërmete të fuqishme. Po ne çdo herë duhet mu bazu ose mu referu në hartët e rrezikut seizmik, sepse është një punim apo një projekt që është bë duke marrë shumë parametra parasysh në kalkulim dhe përpilohen hartat e rrezikut seizmik. Dhe ajo është, ne kemi edhe si rregulluar që çdo herë duhet më referu hartave të rrezikut seizmik. Dhe harta e rrezikut seizmik është përpiluar me 6 periudha përsëritje 95 vite, 475 vite duke vazhduar deri në 10.000 vite dhe bazuar në referimin e hartës së rrezikut seizmik, faktikisht kemi 3 zona me aktivitet seizmik më të lartë. Dhe në këto zona me këtë aktivitet seizmik më të lartë që mund të ndodhë në intermet ose mund të ketë në intermet i pritshëm me një magnitudë maksimale 6.5 shkallë 8. E tani se sa është ky tërmet i fuqishëm për me bë dëm apo me kriju viktima, kjo tregon, kjo jep më shumti zinxhiri, është zinxhiri që nga projektimi deri te pranimi i objekteve, sepse është një lloj zinxhiri, do të thotë është projektimi, ndërtimi, është ekzekutimi i punëve, inspektimi dhe pranimi, dhe nëse këtu njëra prej tyneve nuk është përfill, faktikisht mund të më ardhë dhe të pasohet ose të domet në ndonjë strukturë. Pra, ka një lloj zinxhirore, një formë zinxhirore edhe të projekteve, edhe të ndërtesave deri në pranimin e tyre që faktikisht mund të rrezikon qytetarin. Nëse këto janë kryer ashtu sipas kritereve të Eurokodit, atë nuk ka vend për shqetësim apo për panik. Shumë faleminderit të nderuar për kohën edhe për gjitha këto informacione. Mirëqofshit. E unë me gjithë këto informacione duke uruar që në të mos përsëritet e kthej linjën tek ju në studio. Të faleminderit Vilin aty dhe gjithashtu edhe Shemsiut për këtë lidhje direkte dhe gjitha këto informacione që i dhat për shikuesit në këtë mëngjes. Vazhdojmë programin ton në Hag, po vazhdon gjykimi i katëshës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ku prokuroria po thot fjalën përfundimtare. Atje ditën e djeshme prokurori ka konstatuar edhe dëshmitë e Wesley Clark e James Truby, në fakt ka kontestuar këto dëshmi, duke cilësuar se janë manipuluar e mashtruar nga thoqi. Për këto akuza do të bisedojmë sot së bashku me ish ushtarin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës,